Dalja e Dordolecit Ervin Saljani që unë se kam botuar kur në çadrën e lirisë për 90 ditë bashkë me grifshën e tij, sepse i kuptova që ishin kavi eksperimentale të importuara për të shkatruar pikërisht Partinë Demokratike dhe e bën në mes parlamentit me atë imoralitet, me flokë të ngjizura dhe me takime speciale në burg. Tani, ky njeri që me shkop rrihte demokratët dhe mbronte Lulzim Bashën, 2 herë shfutur në lista nga Lulzim Basha si deputet, ka marrë një xhiro vërdall dhe kërkon të bëhet lider i vërtet. Por, deklarata e Nikol Lesit se atë mundet ashtu, kështu, është shumë e frikshme. Sepse Edi Rama që rrau Sali Berishën mes rrugës, çfarë mundet t'i bëj ai Ervin Saljanit natën rrugëve? Ku i sekuestrohet telefoni drejtori përgjithshëm, ku zëvendës drejtori merr peng, e zhduken e rrafin i thin kockat. Po Ervin Saljani, çfarë mundet t'i bëjnë socialistët që të akuzojnë demokratët, që të njollosin pikërisht Partinë Demokratike për të përfituar një çik opinion, frym mediatike nga media kazanët e tyre për situatën tragjike ku ndodhen, ku spaku po i vet edhe në zyrë, i kërkon telefonin, por ky ankohet se nuk lan patllakën poshtë. Më ndej këtu ka vajt puna. Dhe në këtë mazira që ai ka, se i shprehun në emisionin Opinion, paranohet nuk flija gjumë e kështu gjërash, nga ai njeri mos prisni surpriza. Ai ishte një vrasës i ligjëruar i shqiptarisë. Nuk ka popull në botë me këto shifra rekord, eksode biblike. Sigurisht, antarët NATO-s dhe kemi hapur gjithë grup kapitujt dhe presin të hymë në Europë. Pse largohemi ne shqiptarë? Kur vinë të huajt gradis, hanë e pi dhe marrin 1.000 euro në xhep. 5.000 euro shoka në Europë, 200 euro ngelen. Sepse kanë frikë nga ty, Edi Rama, nga qeveria jote, nga ata doktorët e tu, nga ata policët e tu, nga ata gjyqtarët e tu që ti kontrollon dhe i dirigjon, edhe në gjykatën kushtetuese. Dhe kjo është shumë e frikshme. Ne të presim se çfarë do të bëjë opozita dhe populli që ka mbetur nëse kërkon ndryshim.